Pas vitit 1945, Shqipëria nuk u shndrua thjesht një vend me pushtet absolut, u shndrua në një territor ku dhuna u institucionalizua, u kodifikua dhe u kthye në metodë zyrtare qeverisjeje. Tortura nuk ishte devijim, as teprim i disa individëve sadist. Ajo ishte mjet pune, ishte pjesë e mekanizmit të hetimit, e procesit penal, e edukimit ideologjik dhe mbajtjes së frikës kolektive. Dokumentet arkivore, dëshmitë e mbledhura gjatë dekadave dhe materiali sistemuar nga Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit tregojnë qartë se dhuna nuk ishte rastësishme. Ajo synonte shkatrimin e njeriut si individ dhe transformimin e tij në trup të bindur, në zë të heshtur, në shembull për të tjerët. Hetuesia komuniste nuk funksiononte si organ drejtësie. Ajo ishte një laborator presioni ku trupi dhe mendja të ndaluarit trajtoheshin si materiale eksperimentale. Njeriu nuk shihej si subjekt me të drejta, por si objekt që duhej formatuar. Prandaj dhuna nuk ndalej kur merrej një deklaratë. Shpesh ajo fillonte pikërisht pasi gjithçka ishte pranuar. Qëllimi ishte të mos mbetej asnjë grimcë rezistence, asnjë ide e pavarur, asnjë kujtim force. Të ndaluarit merreshin shpesh natën pa urdhër gjykate, pa shpjegim. Dërgoheshin në qeli ku koha u mbiste kuptimin. Ditë pa dritë, net pa gjumë. Hetuesia nuk ishte vetëm dhimbje fizike. Ishte një proces i gjatë çorientimi, poshtrimi dhe shkatrimi psikik. Njeriu izolohej nga bota, nga familja, nga identiteti i vet. Emri zvendësohej me numër, historia personale shpallej armiqësi, kujtesa konsiderohej rrezik. Rrahje me dru, shpim i mishit me tel të djegur, futja e kripës në mish, lënia në ujë të ftohtë, lënia pa bukë deri në vdekje, varje me kokë poshtë, shtrëngimi i gjinjve me pinca, maçoku në tumane, mbushja e gojës me krip, futja e jashtëqitjes në gojë. Kjo listë e hartuar nga Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, bazuar në një dokumentacion të gjerë arkivor dhe dëshmi gojore nga ish të persekutuar, cilësohet si lista zyrtare e torturave të përdorura gjatë regjimit komunist në përqelit e hetuesive, zyrat e ish-sigurimit të shtetit dhe rrethana të tjera represioni gjatë viteve 1945-1991 në Shqipëri. Dhuna ushtroi në mënyrë progresive, fillimisht presioni drejt për drejt, për t'i treguar të ndaluarit se çfarë priste. Më pas, faza e lodhjes së zgjatur, ku trupi do bësohej, mendja mjegullohej dhe shpresa fillonte të shuhej. Në fund, faza e thyerjes, ku njeriu ose dorëzohej ose shembej plotësisht. Në shumë raste ky proces përfundonte me vdekje, por edhe kur nuk përfundonte kështu, pasojat ishin të përhershme. Ka raste të dokumentuara ku njerëzit humbnin arsyen, jo sepse nuk përballonin dot dhimbjen fizike, por sepse nuk përballonin poshtërimin sistematik. Të detyruar të mohonin veten, familjen, besimin, miqt, të shndroheshin në dëshmitar kundër vetes, të jetonin me idenë se edhe heshtja ishte faj, edhe mendimi ishte krim. Uri Melezi ishte një nga të mbijetuarit e krimeve komuniste dhe një nga dëshmitarët e asaj kohe që nëpërmjet vuajtjeve tregon më së miri fytyrën e vërtetë të diktaturës. Për shkak të dhunës dhe torturave, ai humbi shikimin. Elezi u arrestua në vitin 1961 kur ishte vetëm 21 vjeç, pasi tentoi të aratisej nga Shqipëria. Vite më parë, ai ka rrëfyer për mediat torturat që përjetoi në hetuesi, në burgun e Burrelit dhe në Spaç. Torturat që kanë përjetuar gjatë asaj kohe ishin të tmerrshme, sa mund të them vërtet se jeta qen ka shumë e dhimbshur, ama para torturave vdekja është shumë e lehtë. Torturat ishin të pafundme. Në Biruc, madje mbaj mend që kur na nxirrnin në banjë, na nxirrnin vetëm 3 herë në nëntor. Torturë e tmerrshme ishte dollapi gjatë hetuesisë, ku mes goditjeve në çdo pjesë të trupit për të pohuar mbi aratisjen, më lidhen këmbët, e duart me zinxhir dhe më futën në dollapin i cili kishte përmasa të tilla sa unë ria i palosur.
Qëndrova atje plot 6 orë derisa t'i mbushej mendja e tyre për të më nxjerrë. Polici me emrin Shaban Selami më vendos dru në gojë dhe ma lidh me lidhësën e këpucëve të tij. Për Zotin e madh, koka ime kërciste dhe syt më lëshonin nxixa. Kur hap syt dhe shikoj gjithçka ishte errësirë, nuk shihja nga syt. Isha verbuar. Kisha humbur ndjeshmërinë dhe shikimin. U bë alarm, situata ku u ndodhesha sa kosovarët që kisha në burg lajmëronin njerëzit e tyre që kishin jashtë shtetit që të më dërgonin ilaçe. Pasi u kurova me ato ilaçe për disa muaj, syt filluan të më drejtoheshin dhe ndjeshmëria po më vinte, por aman ngela i verbër. Ku druri më theu edhe protezën e dhëmbëve, kur kam shkuar në Spaç, më ka ndodhur që nga dëshpërimi i madh kam tentuar të hidhem në humner së bashku me shokët e mi. Uri e llahtarshme. Nëse do krahasoje Spaçin me Borelin, mund të them se në Borel vdisje nga uria, ndërsa në Spaç nuk vuaje për ushqim, por vdisje nga puna e rëndë në galeri. Në Borel kam qëndruar së bashku me të ndjerin Pjetër Arbënorin, i cili ishte vërtet një njeri i mrekullueshëm. Shkruhej në dëshmin e Uri Melezit. Një nga elementët më të errët të kësaj dhune ishte përdorimi i saj si mjet friksimi shoqëror. Tortura nuk zhvillohej gjithmonë në fshehtësi të plotë. Shpesh pasojat e saj liheshin të dukshme. Trupa të dobësuar, njerëz të gjymtuar, shikime të humbura. Këta njerëz lëshoheshin më pas në shoqëri si paralajmërim i heshtur. Ja çfarë ndodh kur mendon ndryshe. Klerikët, intelektualët, ish funksionarët e shtetit të mëparshëm, studentët, fshatarët që kundërshtonin kolektivizmin, gratë që refuzonin bindjen, të rinjt që flisnin më shumë se duhej, të gjithë ishin objekt i së njëjtës makineri. Ideologjia justifikonte gjithçka. Armiku nuk ishte nevojë për prova, sepse vetë ekzistenca e tij konsiderohej provë. Dom Mark Gjanit, duke e torturue, i kërkuan ta mohonte Krishtin. Përkundrazi, Dom Marku tha fjalët e fundit mes dhimbjeve. Rroft Krishti mbret. Vdiq i varur ndër shpatulla, duke ja hedh trupin qenve, e me turinat e tij i lëshuan në përrua. Tamam ashtu si vepruan turqit me eshtrat e Gjergj Kastriotit e me prelatin e lavdishëm Imzot Pjetër Bogdanin. Shkruhet në një studim të Dom Zef Simonit. Një nga karakteristikat më të rënditëse të sistemit ishte normalizimi i dhunës nga vetë aparati shtetëror. Oficerët e hetuesisë nuk vepronin si individ të çmendur, ata vepronin si funksionar. Kishin orar, kishin detyra, kishin raportime. Dhuna ishte rutinë, ishte pjesë e ditës së punës. Kjo e bënte krimin edhe më të rëndë, sepse ai nuk ishte shpërthim, por metodë. Në shumë raste dhuna shtrihej përtej të ndaluarit. Familjarët thirreshin, kërcënoheshin, përdoreshin si mjet presioni. Nënat, bashkëshortet, fëmijët shndroheshin në perngje psikologjike. Ideja ishte e qartë, askush nuk është vetëm, faji është kolektiv, dhimbja po ashtu. Nuk mund të lë pa përmendur episodin tragjik të dy shokëve të mi të ngushtë, Ibrahim Nezha e Osman Pep Marku, të cilët mes torturave çnjerëzore të ushtruara ndaj tyre gjatë një viti i kanë detyruar të hapin një grop. I kanë hedhur të gjallë në të dhe pastaj u kanë hedhur sipër një zgarë metalike me kunja të mprehura metalike që të nguleshin në trup. Sipër kësaj zgare kanë hedhur gur dhe kështu i lanë të vdisnin. Shkruante në mes të tjerash antikomunisti Zef Margjini. Burgu nuk ishte fundi i torturës, ishte vazhdimi i saj në formë tjetër. Izolimi, uria, puna e detyruar, poshtrimi i përditshëm, zhdukja e dinjitetit njerëzor. Edhe aty, dhuna nuk ishte rastësore. Ishte e administruar. Kishte masa disiplinore, biruca, ndëshkime që synonin jo vetëm trupin, por edhe shpresën. Shumë të dënuar kanë dëshmuar se momenti më i rënd nuk ishte dhimbja, por ndjenja se nuk ekzistonin më si njerëz, se ishin zhdukur nga bota, se askush nuk do t'i dëgjonte. Ky ishte suksesi më i madh i sistemit, jo vrasja fizike, por vrasja e zërit. E megjithatë, pavarësisht të gjithçkaje, pati rezistencë.
Jo gjithmonë heroike, jo gjithmonë publike. Ndonjëherë rezistenca ishte thjesht refuzimi për t'u çmendur, mbajtja mend e emrit, mospranimi i gënjeshtrës si të vërtetë, ruajtja e një grimse, njerëzillëku në kushte çnjerëzore. Pasojat e sistemit të torturës nuk përfunduan me mbylljen e qelive apo me rënien formale të diktaturës. Ato vazhduan të jetojnë në trupat e njerëzve, në mendjet e tyre dhe mbi të gjitha në mënyrën se si shoqëria shqiptare mësoi të heshtë. Tortura nuk ishte vetëm një akt i dhunshëm i momentit. Ajo ishte një investim afatgjat në frikë. Njerëzit që dolën nga hetuesia dhe nga burgjet nuk dolën të lirë. Jo gjithmonë fizikisht, shpeshherë thyerja ishte e padukshme. Pagjumësi kronike, frikë nga zhurmat, pamundësi për të folur hapur, dyshim i përhershëm ndaj kujtdo. Disa nuk arritën kurrë të flisnin për atë që kishin përjetuar. Të tjerët folën vetëm në pleqëri kur mendonin se askush nuk ishte më pushtet mbi ta. Familjet e tyre u rritën në heshtje, fëmijët mësuan herët se kishte tema që nuk diskutoheshin, emra që nuk përmendeshin, kujtime që duhej të fshiheshin. Kjo heshtje u trashëgua si mënyrë mbijetese. Edhe pas ndryshimit të sistemit, frika mbeti më e fortë se fjala. Jo sepse njerëzit nuk donin të flisnin, por sepse kishin mësuar se fjala vriste. Një nga pasojat më të rënda të torturës ishte shkatrimi i besimit social. Kur dhuna bëhet metodë shteti, askush nuk i beson askujt. Fqiu mund të jetë dëshmitar. Miku mund të jetë informator, i afërmi mund të thyhet dhe të flasë. Kjo atmosferë krijoi një shoqëri të mbyllur, të fragmentuar, ku mbijetesa individuale vinte përpara çdo solidaritet njerëzor. Edhe drejtësia u deformua, proceset ishin farsë, rrëfimet e marra në dhunë shndërroheshin në prova, dënimet ishin të paracaktuara, ligji shërbente si dekor dhe jo si mbrojtje. Ky model krijoi një perceptim të rrezikshëm që vazhdon edhe sot. Iden se drejtësia nuk është e drejtë, por instrument force, se vërteta nuk ka rëndësi. Ka histori të dokumentuara kur njerëzit nënshkruanin çdo gjë vetëm për t'i dhënë fund procesit, jo për të shpërtuar jetën, por për t'i dhënë fund poshtrimit. Disa pranonin krime që nuk i kishin kryer vetëm për të mos u kthyer në qeli. Këto dokumente ekzistojnë ende, janë letra të nënshkruara nga duar që dridheshin nga mendje të lodhura dhe nga shpirtra të raskapitur. Breza të tërë u ritën duke parë se çfarë i ndodhte atij që dilte nga rreshti. Kjo krijoi një shoqëri konformiste, ku bindja shpërblehej dhe mendimi i lirë ndëshkohej. Edhe sot, shumë njerëz ndihen më të sigurt duke mos thënë gjë. Kjo është trashëgimia më e errët dubël. Kjo është trashëgimia më e errët e torturës, vetë censura. Gratë që u përballen me dhunë mbetën për dekada të tëra të padëgjuara. Turpi ju transferua viktimës dhe jo autorit. Shumë prej tyre nuk folën kurrë, nga frika e stigmës, nga dhimbje, nga ndjenja se askush nuk do t'i besonte. Kjo heshtje e dyfisht, dhunë dhe mohim e thelloi plagën edhe më shumë. Edhe ata që ushtruan dhunën në shumicën e rasteve nuk u përballën kurrë me përgjegjësi ligjore apo morale. Shumë vazhduan jetë normalisht. Disa u integruan në sistemin e ri dhe disa u paraqitën si viktima të rrethanave. Kjo mungesë ballafaqimi e la shoqërinë pa drejtësi tranzicioni dhe pa një ndarje të qartë mes viktimës dhe xhelatit. Prandaj kujtesa mbetet forma e fundit e drejtësisë. Të flasësh për torturën nuk është hakmarrje, është domosdoshmëri morale. Është mënyra e vetme për të thënë se ajo që ndodhi ishte krim, jo gabim i kohës, se dhuna nuk ishte justifikueshme pavarësisht ideologjisë, se njeriu nuk mund të përdoret si mjet. Të kujtosh nuk do të thotë të jetosh në të shkuarën, do të thotë të mos lejojmë që ajo të përsëritet. Një shoqëri që nuk përballet me krimet e saj, rrezikon të normalizojë ato. Dhe një shoqëri që normalizon dhunën, herët avon e riprodhon atë në forma të tjera.